Qyteti i Tepelenës po shndrohet gjithnjë më shumë në një destinacion të preferuar për turistët e huaj. Vizitorët që vijnë nga vende të ndryshme të botës shprehen të mahnitur nga bukuria natyrore që ofron zona, me peizazhe malore dhe lumin vjosa, duke krijuar një atmosferë unike relaksi. Ata shprehen se ky qytet ka potencial të madh për t'u promovuar si një nga pikat më të rëndësishme turistike në jug të vendit. Është hera e parë që vim në Shqipëri. Kemi vizituar disa qytete dhe sot do të qëndrojmë në Tepelen, një qytet që na bëri për vete sapo e pam. Ka një natyrë të mrekullueshme, me male rreth e rrotull, dhe ajo që e bën akoma më të veçantë është lumi vjosa. Më pëlqen shumë pamja që ofron qyteti, si dhe njerëzit këtu janë mjaft mikpritës. Me ne janë sjell shumë mirë. Ushqimi tradicional gjithashtu është shumë i shijshëm. Do të rikthehemi përsëri me familjarët tanë. Besoj se edhe atyre do t'ju pëlqej shumë. We brought my brother. Për mua është hera e dytë që vi në Tepelen. Është një vend i këndshëm. Këtë herë kam sjell edhe vëllain tim. Një vend që të relakson. Me pamjen që të ofron prania e lumit vjosa e bën edhe më të veçantë këtë vend. Përveç natyrës, turistët vlerësojnë edhe trashëgiminë historike dhe kulturore të Tepelenës. Një vend me histori, nga sa mësuam edhe me traditë të pasur kulturore. Do të vizitojmë edhe Kalane Alipash Tepelenës, sepse e kemi parë fotografi dhe duam të mësojmë më shumë rreth saj. Më vonë do të shkojmë edhe në disa fshatra të Tepelenës, nga sa kam parë janë me të vërtet fantastik. Cafeterias, really nice views. Tepelena vazhdon të mirëpres vizitorë të huaj që çdo vit shtohen në numër, duke e kthyer këtë qytet në një shembull të suksesshëm të zhvillimit të turizmit kulturor dhe natyror.